Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, unë jam Qëndresa Tërshani dhe bashkë do t'jemi në këtë edicion të Edu Medias, i cili dedikohet specifikisht edukimit mediale, si i tillë ky emision për krahët nga OSBI, derisa realizohet e transmetohet këtu në Klan Kosova. Në këtë panel kemi vendosur që të diskutojmë një temë jo pak të trajtuar, megjithatë ka shumë çka për të thënë, në mënyrën se si raportohet për dhunën ndaj grave dhe unë kam nderin që në studio ta kem Teuta Arifaj, redaktore. Përshëndetje Teuta, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, Qëndresa. Sharin, që është gazetar, tash avokat. Përshëndetje Arbër, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Zonja Arifaj, nëse mund të tregoni si keni parë media tash në mënyrën se si raportojnë ato kur ka raste të dhunës ndaj grave. Por fillimisht mendoj se është pak keq që si një grua e cila vjen nga fusha e medias të them se mediat vërtet din të jenë diskriminuese dhe mos kokëqarse kur bëhet fjalë për raportimin e dhunës ndaj grave. Mendoj se një prej arsyeve pse ndodh kjo është natyrisht dëshira për më shumë klikime dhe qarkullim brenda atij mediumi, edhe pse më duhet të pranoj që duhet bërë një ndarje megjithatë në mes të mediave, kur them sepse jo të gjitha i zbatojnë këto kritere, po them kushtimisht. Ekziston një farë dallimi në mes të mediave audio-vizuele dhe ato tashmë online me të shkruara më në Kosovë nuk ka. Megjithatë, konsideroj që mediat audio-vizuele janë shumë më të kujdesshme kur bëhet fjalë për raportimin e dhunës ndaj grave, dhe jo vetëm ndaj grave, por ndaj të gjitha grupeve të cenueshme të shoqërisë, për dallim nga mediat online, të cilat natyrisht e kam parasysh që shumica mbijetojnë varësisht nga qarkullimi që e kanë në web faqet e tyre, po megjithatë mendoj se mënyra se si raportojnë për këto raste është shumë e ashpër në raport me viktimen. Po zotëria Shari, si keni pa ju si e konsumon më pastaj publiku këtë përmbajtje kur të raportohet në mënyrën si po thotë zonja Arifaj, pra jo ndoshta shumë korrekte dhe shumë mirë. Duke pasur gjithmonë parasysh edukimi medial mungon. Natyrisht që sa që të raportohet për një vepër penale ose për një krim, media do të kenë shumë rëndësi. Por kur është fjala për dhunën e familje dhe krime të këtij karakteri, qoftë edhe kundër integritetit seksual, mediat duhet të kenë rëndësi të dyfisht, sepse edhe në këto raste kodi i procedurës penale parasheh tjera masa, domethënë këto përjashtohet parimi i publicitetit dhe çdo gjë duhet të bëhet në mënyrë konfidenciale, mënyrë që t'i ruhet integriteti viktimes, e kam fjalën që viktima të mos ekspozohet, të mos dëmtohet edhe më shumë nga raportimet që mund t'i bëhen, për arsye se pastaj nga mënyra e raportimit aja mund të ketë edhe pasoja tjera, të cilat janë pasojat e pariparueshme. Prandaj gjithmonë media duhet të kenë kujdes kur të raportojnë për këto kategori, të mos udhëhiqen nga senzacioni, nga klikimet, por do t'i kenë parasysh disa standarde cilat janë si shoqëri të pranueshme edhe nga ana jonë, në mënyrë që gjithmonë ta kenë parasysh integritetin personal të viktimes, dinjitetin e saj, karakterin e saj e gjithçka tjetër që lidhet me personalitetin e viktimes, në mënyrë që ajo të mos bëhet sërish viktim e përfolje, stigmatizimit ose në çfarëdo forme tjetër të pësoj nga shoqëria, nga rrethi ose nga kushdo tjetër, ose shpesh ndodh edhe për shkak të raportimit keq zbulimit të dhënave identitetit, ajo mund të cënohet përpas dinjitetit, që thash disa herë, mund të cënohet edhe jeta dhe mund të vihet në rrezik ose në situata të cilat mund të jenë të këqija për viktimën. Po zonja Arifaj, mund të themi që raportimet kur bëhen për rastet e dhunës në familje, specifikisht ndaj grave, e kanë një farë dozë të gjuhës së urrejtjes ose fajësimit të viktimës me raste? Më parë do të thosha është fajësim i viktimes se sa gjuhës së urrejtjes, edhe pse natyrisht gjuha e urrejtjes është e pranishme në mediat në Kosovë, por kur flasim për raportimin e dhunës ndaj grave, më shumë ka një farë mosvedije për atë se ku është kufiri një raportimi profesional me
i cili përmban standardet të etikës dhe ku fillojnë paragjykimet apo vlerësimet që s'duhe i bërë në raport me viktimen. Kështu që dallon paksa mendoj unë kur flasim për raportimin për dhunën ndaj grave apo rastet e dhunës në familje, në atë kur kemi të bëjmë me gjuhë të urrejtjes. Sidoqoftë, mendoj se vetëdia për këtë raportim dhe për standardet në drejtim të këtij raportimi, përpos që natyrisht duhet filluar nga vetë gazetari dhe vedia e gazetarëve në këto raste, konsideroj që një rol të madh duhet pasur edhe brenda redaksisë se si duhet trajtuar këto raste dhe këto raportime, sepse konsideroj që varësisht nga raportimet që bëhen në media, pastaj trajtimi që bëhet në opinionin publik, njëkohësisht në shumë raste viktima të dhunës qoftë në familje, apo thjesht dhunës ndaj grave, pastaj shkurajohen nga raportimi i këtyre rasteve dhe vazhdojnë ta përjetojnë dhe ta durojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Po si mund të rregullohet kjo mënyrë e jo korrekte të Në teorinë juridike njihet edhe ai që quhet viktimizimi dyfisht, që do të thotë viktima e dhunës ose çfarëdo viktime tjetër, që kodi i procedurës penale i qonë edhe fakt ligji i qonë edhe viktima të ndjeshme, momentin që raportojnë dhunën, pastaj bëhen cak e abuzimeve tjera, qoftë në stacione policore, qoftë pastaj nënshtrohen një gjykimi publik që ka shkakton edhe më shumë dhunë të ajo. Do të thonë, përpas që ato dekurajohen për t'i raportu, ato edhe më shumë dhunohen në këtë aspekt, për arsye se do të kalohet në për disa hallka pastaj momentin që aty ju publikohet dhënat personale ose në çfarëdo dhe dhëna mbi identitetin e saj, ajo stigmatizohet në rrethin ku jeton dhe në këtë formë sërish përpos që dekurajohet dhe dhunohet sërish në një farë forme nga akter tjerë përpos dhunës që ka përjetu nga dikush tjetër. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që media do të kenë rolin e tyre, mas pari kjo varet shumë nga profesionalizmi që ato kanë brenda vetes e tyre. Të kujtojmë që media në parim i ka mbështeten mbi 3 funksione që është informimi i drejt, edukimi dhe argëtimi. Kohëve të fundit ne kena pa që mediat kanë te i kalu këtë mision, ose i kanë hyrë në rrugë, si të them, edhe nuk e kanë ma këtë që thash si mision të vetin, pasi gjithmonë udhëhiqen nga senzacioni, nga klikimet, nga titujt bombastik, edhe këto nuk është shumë e rëndësishme as dëmi që mund t'i bëhet viktimes, ose shpesh edhe procedurës penale, për të është e rëndësishme vetëm se si ta tërhiqin audiencën, e kjo është shumë e rrezikshme. Mendoj që në këtë aspekt një vetë kontrolli mediave do të ishte shumë i rëndësishëm. Mediat vetvetiu do të marrin rolin që ju takon dhe t'i rregullojnë gjërat brenda vetes, pastaj edhe funksionimi i këshilla ose organeve tjera që i mbikëqyrin mediat do të ishte edhe kjo diçka që do t'i kontribon të kësaj, dhe krejt në fond nëse mbetet si opsion, pse jo ato mund të përballen edhe me procedura, sikur që është me paditë ndryshme, në rast se ky standard i të i kalon gjitha kufet dhe arrin deri në masën sa që e cënon një procedurë ose e cënon dinjitetin e një viktime të krimit. Nëse kisha mundur qëndrez vetëm të shtoj një element me që Arbëri e përmendi vetë kontrolin, natyrisht ky vetë kontrol paka shumë bëhet të them një farë forme brenda redaksive, po ashtu mendoj që është shumë e rëndësishme që edhe gazetarët të trajnohen sa më shumë në këtë aspekt, me që unë nuk e di, nuk mund të them me kompetencë nëse raportimi në këtë fushë që për fat të keq ka marrë vërtet për masa të mëdha në Kosovë, mësohet
ekskluzivisht si pjesë e arsimimit të lartë në Kosovë, se ne e dim edhe në universitetin publik, po edhe në disa kolegje private ka deg të gazetarive, por mendoj se do të ishte shumë e rëndësishme që një kapitull i veçantë të ekzistoj pikrisht për raportimet të kësaj natyre, me gjithat, po besoj studentët mësojnë për raportimin etik, për standarde dhe profesionalizm, po ndoshta ti kushtohet rëndësi më e madhe kësaj fushë specifike, por natyrisht edhe redaksit të investojnë në edukimin dhe trajnimin e gazetarëve lidhur me këtë raportim, me që si tillë vërtet implikon njerëz, ndikon në viktima dhe në familja, ndaj të përpiqemi maksimalisht që ta shmangim këtë situatë. Me gjatë përpas rolit shumë përpas edukimit vetës dhe gjithmonë të kontribojnë në ngritjen e resurseve njerëzore, kuadrave, në mënyrë që ti përcjellin drejt dhe ti pasqyrojnë drejt, e kanë edhe për mision edukimin e publikut. Kështu që do të ishte mirë që ti kontribojnë në atë mënyrë që publiku ti ketë pritjet e veta reale dhe mos të jetë publiki atillë që me prit gjithmonë senzacione, çështje të cilat edhe janë përkundër etikës, po thjesht njerëzit edukohen në atë mënyrë sa që ti kenë pritjet konform standardeve që duhet ti ketë një lajm i pranueshëm, po flas për rastet e dhunës ose rastet tjera të krimit. Po si mund bëhet më tutje që ky edukime i publikut? Është më vështirë ta zëmë se edukime i gazetarëve? Po të themi që në një pjesë të madhe edukimi i publikut mbase varet nga atë se çfarë ofrojnë mediat. Andaj për fat të keq nga mediat varet se çfarë merr reservojnë publikut. Nashta ne kena mësu publikun për me lajme të tilla dhe tash njerëz nëse e merr vesh për shembull që në Klinë ka ndodhur një vrasje, i përmend Klinën se kemi si marrishtas, njerëzit më njëherë ju intereson kush është viktima. Nëse thuhet një mitur ose një e mitur, shpesh kanë kërkesa të atilla saqë me ditë emrin, me ditë mbiemrin, me gjetë fotografinë, thjesht mendoj që ndoshta edhe mos raportimi drejt dhe adekuat, rrjetet sociale e kanë bënë këtë tillë që kurreshtja e njerëzve është e jashtëzakonshme dhe shpesh po. Publiku megjithatë ka qasje në shumë platforma, sesa vetëm në media, vetëm në televizion apo radio apo portale. Dhe në këtë kohë kur lajmet të rrejshme, dezinformimi ka marrë vërtet hovë, është një betejë tjetër pastaj e cila zhvillohet në mes të mediave që raportojnë drejt dhe mediave të cilat ju fryn ngjarjeve me dezinformim dhe lajme të rrejshme. Dhe natyrisht nuk është për t'u habitur që publiku ndodhet në një mes, në një lajthitje se çfarë është e vërtet. Unë po supozoj jo se cili qytetar i rëndomt mundit ta verifikoj se cilin lajm që e lexon. Andaj kjo është pastaj një sfidë, një fushë krejt tjetër që edhe mediat të cilat raportojnë drejt kanë telashe sepse beteja me hupin konkurrencën. Rrejshme është shumë e madhe. E di që në televizion mundësit edhe në televizionin përgjithësi punojnë njerëz me një profesionalizëm më të madh, edhe është një kontroll më i madh. Televizioni nuk besoj që është problemi, ndodh shumë rrallë, është përjashtim. Edhe radio më unë mendoj që aty në 3 komponentave që thash që duhet mi pas një media, radio e ka rujt më së shumti për shkak të natyrës saj. Domethënë edukim, argëtim, informim. Problemi është te mediat e reja, portalet, sidomos te platformat si TikToku, të cilat dhe janë edhe vështirë të kontrollueshme. Kualifikohen si media, ndonë se nuk janë. TikTok nuk është media. Janë edhe sfiduese edhe për shtetin, për arsye se një vepër penale dikush mundet me hap një llogari dikon në një shtet. Krejt tjetër edhe me prodhu fake news ose lajme ose me vunë në dukje ose me ekspozu identitetin e një viktime të ndjeshme, edhe kjo është sfiduese
edhe për vetë shtetin e Kosovës, për arsye se na nuk e kemë shumë vështirë për me e hetu, ose me zbulu, ose me ndjek dikan që ka kry një vepër penale jashtë Kosovë. Mendoj që nëse, kushtimisht po them, beteja për t'i edukuar gjeneratat më të vjetra në aspekt medial është e humbur, mendoj që me gjithat jemi me kohë që së paku gjeneratat e reja t'i edukojmë, edhe lënda e edukimit medial vërtet të zbatohet në shkolla qoftë fillore, qoftë të mesme, në mënyrë që ta zëmë këtë hapë që përfundimisht ta kemi më lehtë të dallojmë dezinformatën, propagandën, lajmin e rrejshëm nga e vërteta. Po, pikërisht edhe të shkollat, desha t'ju pyes, në çka mund të bëhet tutje, edukimi medial, po a ndikon mjaftueshëm në informacionet që mund t'jepen për raportimin për rastet e dhunës ndaj grave, vrasjeve të grave, po ashtu. Duhet ketë literaturë të veçantë që jap më shumë informacione për raste të tilla, ndoshta më specifike se kaq se edukim medial. Mendoj se po, sepse vetëm nëse një dukuri shqetësuese e trajtojmë me shumë seriozitet, atëhere mund të themi që mund të arrim deri diku. Dhuna ndaj grave, seksizmi, mizogjinia, diskriminimi, e djathta ekstreme, radikalizmi, të gjitha këto janë dukuri që ekzistojnë në Kosovë, disa prej tyre në masë më të madhe, disa prej tyre në masë më të vogël, por çështje si dhunën ndaj grave dhe diskriminimin, sidomos ndaj grupeve të cënueshme, unë mendoj se duhet të trajtojmë shumë seriozisht, duke filluar nga shkollat fillore, kur fëmijët janë ende të vegjël, dhe pastaj tutje në mënyrë që të rritet një vedije se gjëra vërtet s'duhet të kalojnë. Zotëria Shani, nëse mund të përmendim pak vetëm edhe aspektin ligjor dhe etik, e përmendet kodin, po qysh është e rregulluar dhe çka duhet bëjmë tamam në aspektin e raportimeve? Natyrisht, kushdo që ndihet i cënuar nëse ndihet i cënuar për shkak të një raportimit mediave, ekzistojnë organet si Këshilli i Mediave të Shkruara ose KPM-ja, Komisioni i Pavarur për Media për Televizione, ku janë adresat cilat mund të adresojnë shqetësimet e tyre si adresat e para, ku ato mund të adresojnë shqetësimet e tyre ose të raportojnë. Pastaj, nëse ato shkrime janë të karakterit tjetër, thjesht ku dikujna mendon që është cënu një mas të madhe vlerat e tina, pastaj gjithmonë është edhe gjykata, qoftë për nëse supozohet që dikush ka kry kanosje për mes media, qoftë nëse supozohet që ka kry ndonjë vepër penale të mos durimit, e që këto vepra penale zakonisht munden me bëru edhe për shkak të dikush që ka afekcion ndaj një komunitetin të caktuar, sikur se të na që ka komunitetet që njerëz munden me shprej ose më shprej mënyrën më të keqe ose mi cenu të drejtat dhe liritë e ndonjë komuniteti caktuar, po edhe çështje tjera, po edhe nëse dikush ndihet i cënuar se është në drejtim të tij është shpifur ose është fyer ose diçka tjetër, gjithmonë mund të jetë edhe si gjykata si zgjidhje për të kërkuar dëmshpërblim ose për të konstatuar që ndaj tij ka pas fyrje, shpifje ose në çfarëdo forme tjetër të cënimit të ndonjë të drejte që janë një ligji. Zotëria Shari, faleminderit shumë që ishin në studiot e Ekran Kosovës. Faleminderit për mundësinë. Zonja Arifaj, faleminderit shumë po ashtu. Faleminderit. Atëherë kaq kishim në dispozicion sa i përket diskutimit për temën në mënyrën se si raportohet për dhunën ndaj grave, unë ju them mirëmbëjtje.